Rreth 45 ikona, pjesë e fundit të Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë, do të prezantohen në muajin qershor në Muzeun e Arteve të Bukura në qytetin e Chambéry's, ku publiku francez do të ketë mundësinë të njohë nga afër një trashëgimi artistike të jashtëzakonshme shqiptare. Prej disa muajsh, një grup pune nga ky muze kanë bërë përzgjedhjen e ikonave që do të prezantojnë identitetin dhe vlerat e artit ton mesjetar. Kemi bërë një përzgjedhje të ikonave të cilat do të ekspozohen në Chambéry, rreth 45 ikona, të cilat i përkasin periudhave të ndryshme, shkollave të ndryshme dhe autorëve të ndryshëm. Kanë një përfaqësim të gjerë, të gjithë dhe dinjitoz. Kryesisht jemi fokusuar tek ato që i përkasin kishës së burimit jetëdhënës, nga e cila kemi një trashëgimi të madhe në muzeun ton, por edhe kishave të tjera apo origjinës nga qytetet të tjera të Shqipërisë, duke përfaqësuar sa më mirë dhe më denjësisht të gjithë artin bizantin dhe post-bizantin shqiptar, trashëgimin ton. Kjo ekspozitë është një shembull i bashkëpunimit Korçë-Chambéry dhe i dialogut europian ndërkombëtar me mbështetjen e institucioneve partnere, Ambasadës së Francës në Shqipëri dhe Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit.